Myrto Uzuni është një nga futbollistët më të mirë të kombëtares. Kjo jo vetëm fal talentit të tij, por edhe për faktin se ai kur vesh bluzën e kombëtares shqiptare, i jep shpirtin në fushë dhe bën përpjekje të jashtëzakonshme për një rezultat pozitiv. Myrto ka arritur këtu ku është, fal punës së tij të palodhur, por ai nuk ka harruar asnjëherë suportin që i ka dhënë familja dhe për këtë është shprehur se do të jetë përjet mirënjohës familjes së tij. Myrto ka vendosur për të surprizuar motrën, duke i nxjerrë asaj nga sirtari i harresës, një ëndër që ajo e ka patur për më shumë se 13 vite. Motra e Uzunit ka 13 vite që është martuar, por si çdo vajzë, asaj ka mbetur peng që nuk ka veshur njëherë fustanin e bardhë të nusërisë, dhe pas 13 vitesh, vëllai ja bëri realitet dëshirën motrës. Ai ka organizuar një dasëm madhështore, ashtu sikurse ajo e kishte ndërruar gjithmonë. Por ajo që ra më shumë në sytë të pranishmit ishte se Uzuni e kishte bërë lekun letër. Ai ka hedhur 10 tufa me dollar, ndërkohë që motra kërcente me fustanin e bardhë. Të pranishmit që kanë qenë në dasëm u shprehën se lekët që ka hedhur Myrto teksa kërcente motra me bashkëshortin e saj ishin afërsisht $300.000. Kjo e bëri akoma më të paharrueshme këtë ditë të veçantë për familjen Uzuni. Të afërm të familjes, shprehet se Myrto është një djalë me zemër të madhe. Disa personave që kanë në fis, të cilët kanë vështirësi financiare, ai dërgon një shumë të caktuar lekësh çdo muaj, duke ja kaluar atyre automatikisht në llogarinë bankare. Parimi në jetën e futbollistit është ky. Unë nuk mund të jem kurrësi i lumtur, kur njerëzit që unë i dua shumë janë në vështirësi. Në të mira dhe në vështirësi, ne duhet të bëhemi krah për njëri tjetrin.